Pra, jam njëri i cili vi nga njerëzit e thjeshtë, dhe këtë nuk e them për populizëm. Në rast se unë do të shkoj me Range Rover në fushat apo siç bëjnë këta tjerët, unë paratë u kam vjedh këtyre më, se është shumë e thjeshtë. Në rast se unë do të pasurohem, do blej 5 shtëpia, pasi të marr mandatin e deputetit, paratë u kam marr qytetarëve në këtë rast. Prandaj qytetarët janë zgjuar, din të çohen dhe din të reagojnë, do ta bëjnë këtë lloj ndryshimi. Janë mësuar, kanë ardhur majt hunës që të shkojnë njerëz aty me 4 makina, me eskorta etj. Ky është një variant që unë e përbuz, nuk do ta bëja kurrë, mos e gëzofsha kurrë mandatin nëse e marr në një mënyrë të tillë. Unë dua të bisedoj me qytetarët përpara se të u marr votën, t'u fitoj zemrat atyre dhe ata të kenë besim. Unë gjykoj që mund t'i përfaqësojmë sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Salla e Kuvendit është e shenjtë, nuk mund të shkojmë aty për me marr rrogën. Unë nuk futem për me marr rrogën politik. Unë rrogën e marr se jam gazetar, kam profesionin tim. Politika nuk është profesion. Politika është një gjë që ti jep kontribut. Edhe në Greqinë e lashtë njerëzit ndaheshin në politikan dhe në idiot. Unë kam zgjedh gjithmonë politikanin. Politikani ishte ai njeri që kujdesej për punët e fshatit, për ujin, për tokën, për parcelat e tjera. Kurse fjala idiot vjen nga greqishtja e lashtë. Ishte njeri pa interesuar, njeri që si interesonte asgjë. Prandaj ne duhet merremi me politikë edhe për një arsye tjetër se mund të qeverisemi nga inferiorët. Siç jemi qeveris nga 12 vite nga njerëz që nuk kanë as fe, as atve, nga njerëz që nuk kanë asnjë lloj raporti me të vërtetën dhe i keni në përburgje. A i keni parë çfarë po bëjnë tani, po hajnë kokat e njëri tjetrit, po kjo është e turpshme më. Unë se di me çka kurajo dalin këta njerëz në televizor. Unë kam bërë një betim me veten time. Në rast se unë bëj një gabim në jetë, nuk dal më në televizor, sepse nuk mund dal në një debat ku të përmend tjetrit më thotë je hajdut. Unë skuqem në rast se dikush më thotë je hajdut. Këta mund ta thonë edhe kështu kot pa lidhje, po flas këta njerëz që kanë vjedhur dhe njëri është e Burgu Durrësit që voton edhe te zona ime dhe i bëj thirrje, domethënë që në rast se është mërzit me Edi Ramën mund votoj Partinë Demokratike. Po patjetër unë du votën e çdo shqiptari. Ja kërkoj nga kjo studio votën, në rast se mendon që e ka futur Edi Rama në burg, se kështu kanë dalë fjalët, pra që hëngshin kokat e njëri tjetrit, i bëj thirrje Erion Velis, që është banor i ri i Burgut Durrësit, që e kap zona ime elektorale, mund të votoj për njëri jo si vetja vet, domethënë një njeri ndryshe, mund të votoj modelin që ai do donte në politikë, që në këtë rast jam unë. Pra unë jam antipodi i Erion Veliajt. Në këtë rast, në rast se ai është hajdut dhe është në burg, unë jam qytetar i lirë dhe kështu do jem gjithmonë. Me ndihmën e Zotit, patjetër se unë jam besimtar. Aulon, unë falenderoj shumë që ishe na dy si ne dhe të uroj shumë suksese në këtë me një politik. Faleminderit.